nga turi lloj kundërshtarësh politike mediatik, të cilët i kam duruar dhe i duroj pikërisht sepse këtë mision e mbaj ende përsipër edhe në emër të shumë kujt nga ju, që më ka besuar votën dhe sot i është bashkuar zëmëratës në rrjetet sociale, duke më treguar me gisht mua si prursin e një fatkeqësie të madhe kombëtare. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë të vite. Gjithë të vite duke nisur nga Shqipëria e 2 milion turistëve ku edhe paraardhësi im numëroi si turist sa herë hynte e dilte nga vendi për shërbime. Të heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoheni ju. Dhe që pastaj nesër të vazhdoni jetën tuaj normalisht siç është e natyrshme. Dhe pas nesër, në vend të atij investimi të jashtëzakonshëm që përgatitet atje, të bëhet coptimi i radhës, golemi i radhës, se ju do rroni më shumë se unë dhe do shikoni se aftësia dhe kurajoja për ta rikthyer Shqipërinë te golemi është e gjallë të turizmit global. Dhe të rri këtu në karrige dhe në pushtet, duke bërë sikur udhëheq një vend që trembet nga sfidat e mëdha të investimeve të kësaj lige. Një vend që nuk ka frikë të përballet me rritjen e vet. Nuk është më Shqipëria ku nuk afrohej asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan të vinë. Është Shqipëria 12 milion turistëve.